po është një ditë e shënuar ku ne megjithatë mundohemi të përcjellim mesazhe, siç bëjmë çdo ditë, po këto ditët e shënuara pastaj kërkojnë pak më shumë vëmendje, më shumë impenjim, më shumë të dëgjuar nga ana atyre që na shohin dhe na dëgjojnë. Dita e tokës është ditë e cila thret për një sensibilizim global në lidhje me ruajtjen e vlerave të tokës, vlerave të planetit, ku jetojmë si vetëm një planet i cili deri më sot dihet se ka jetën në formën se si ne e njohim. Mund të ketë planete tjera me forma tjera të jetës, por jetën se si ne e njohim është toka si vetëm një planet. Nëse kthehemi pak te origjina, kësaj dite i kanë paraprit disa ngjarje në historinë e zhvillimeve mjedisore para se kjo të ndodhë, por ajo që ishte kulminacioni, ishte ndodhja që ndodhi në SBA, në një qytet të Amerikës, kur banorët e qytetit u ballafaquan me një ngjarje që se kishin parë ndonjëherë. Do të thotë ishte një qytet industrial, i cili kishte shumë industri, të cilat ujërat e tyre të zeza, ishte qyteti Michigan, i dernin në lumin që kalonte përmes qytetit. Për me bëni analogjit, krahasojeni qytetin industrial të Mitrovicës me atë qytetin industrial të SBA-s. Të gjitha fabrikat që ishin të shumta në qytet i dernin ujërat e tyre të zeza, ujërat industriale në lumin që përshkonte qytetin, dhe koncentrimi i atyre kimikatëve në ujëra ishte rritur aq shumë saqë në një mëngjes të hershëm të qershorit vitit 1969, qytetarët zgjohen dhe shohin një pamje kataklizmike, e shohin që lumi i qytetit të tyre kishte marrë zjarr, kishte marrë flak. Edhe me pa një pyll që digjet, me pa një fushë që digjet, me pa hajtë themi edhe një shtëpi që digjet është pak normale edhe pse stresuese, po me pa lumin në flak ishte diçka që i traumatizoi banorët, dhe kjo ngjarje u njoft në histori si historia apo ngjarja e lumit që digjej. Në fakt ne e dim prej njohurive të fizikës, kimisë se uji nuk digjet. Po ajo që ka digjej në lum ishin mbeturinat industriale që fabrikat dhe qytetarët i kishin hudhur në lum, dhe që në një moment të caktuar ato marrin flak dhe ishin ato kimikate që po digjeshin, e jo ujë, sepse në fakt janë pamjet aty ku shihen zjarfiksit duke i shuajtur anijet në lum me ujë. Dhe kjo ishte pika kur opinioni amerikan e kuptoi se çdo medium mjedisor përfshin një lum e ka një kufi bartës, një kufi të durimit, themi se sa mund të bartë para se të kaloj në ekstrem, para se të kaloj në situatën ku ujë të digjej, themi në thojza. Dhe kjo e nxiti do të thotë reagimet e qytetarëve amerikanë atë botë, dhe filloi një lëvizje masive e cila u thesht nga një senator amerikan, Gaylord Nelson, që ishte senator në senat nga ai shtet, i cili organizoi për disa muaj dhe me 22 prill të vitit 1970, do të thotë Gaylord Nelson i arriti që 20 milion amerikanë të nxjerrë në rrugë në protesta për një mjedis më të pastër. Ishte protesta më e madhe asaj kohe për një mjedis më të pastër, dhe në shenjë të kësaj ngjarje, të kësaj proteste, prej atij viti shënohet në mbar botën më 22 prilli si dita e tokës. Ajo protestë pastaj nxiti që në qeveria amerikane të themeloi agjencinë e mbrojtjes së mjedisit të SBA-ve, cila është ekuivalenti i Ministrisë së Mjedisit në Republikën tonë, e solli ligjin e parë për ruajtjen e mjedisit dhe hapa konkret se si duhet të trajtojë pak më mirë mjedisi se sa deri atëherë. Po, pikërisht. Atëherë, këto ndoshta fokusohemi edhe tek në dërgjësime individual që ne kemi, sepse
Ndërsa çdo hap që ne e bëjmë ka një ndikim, sepse jemi shumë, domethënë, një popullat e madhe dhe nëse secili prej neve atëherë nuk kujdeset për mjedisin, do të ketë pasoja. Sa mendoni që është përmirësuar ndërgjegjësia? Ka një përmirësim te minimal, jemi shumë larg asaj nga e cila do të duhet të ishim. Para një muaj isha me familjen, isha duke udhëtuar për Kroaci dhe shkuam kënej Karozhaja, ka mali zi dhe sa po e kaluam kufirin e malit të zi, gjendja mbetorinave s'ka e rrugëve ndryshon në mënyrë drastike. Do të përderisa këndej kufirit mund të shohësh rrugët përplot me mbetorina, shishet plastikës dhe gjithçka tjetër, sa po e kalon në malin e zi, nuk shihni askun as letër, as shishe, dhe familja më pyeti, bashkëshortja më pyeti, çka është ky problem kështu. Do thotë edhe pse i përkasim të njëjtit rajon, flitet për një ndërgjegje kredit. Kush e sjell këtë ndërgjegje? E sjellin dy aspekte. E para është edukimi. Unë jam profesor në Fakultetin e Edukimit, atje ku i përgatisim mësuest për të ardhmen e sistemit arsimor të Republikës tonë, dhe ne duhet të edukojmë gjeneratat e reja se duhet të mendojnë dhe të veprojnë pak më ndryshe për mjedisin. Duhet të pajisim me njohuri të tilla se një shishe e plastikës, fatkeqësisht si kjo që e kemi në tavolinë, përdoret për 3 minuta, ne e pim ujin që ndodhet në të, e hudhim diku dhe kjo do qindra vjet që të zbërthejet në natyrë. Qindra vjet, po flasim me shekuj. Do të thotë plastikat e para që janë zbuluar në botë, ndoshta ende s'kan filluar me u zbërthy atje ku janë hudhur. Dhe rruga apo shtylla e dytë e ndërgjegjësimit është zbatimi dhe respektimi i ligjit. Do të thotë edhe malin e zi, po edhe shtetet perëndimore që janë shumë më të avancuara në këtë drejtim, e dim se frikën më të madhe kanë nga zbatimi i ligjit, nga gjobat që mund t'i marrin për ndotje, diçka që në Kosovë ende nuk ka marrë formë, kanë filluar do të thotë policia tash të shqiptoj do gjoba, inspektorët nuk po shihen ende se janë shumë efektiv në terren në raport me ndotësit e mjedisit, dhe përderisa këto dy shtylla të jenë funksionale, ndërgjegja nuk mund të pritet se do të rritet më shumë. Por ajo që do të na bëjë se cilin këtë ditë të mendojmë, ne është se kështu nuk mund të vazhdojmë më tutje. Është një thënie Albert Einsteinit që shpesh e citoj me studentët, kur ai thotë se problemet nuk mund të zgjidhen me të njëjtën mendësime të cilën janë krijuar. Dhe nëse ne kemi krijuar këtë gjendje të rëndë të mjedisit tonë,